Ekspertët shfaqin frikën se procesi zgjedhor në Maqedoni mund të psojë rënd nëse vërtetohet skandali i letërnjoftimeve të rrënjshme. Lideri i Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov dhe juristi Osman Kadriu janë të bindur se nëse hetimet konfirmojnë falsifikimin e 30.000 kartave të identitetit, atëherë shteti do të jetë në një kolaps juridik, ndërsa kriza politike do të thellohet edhe më shumë. Trajanov thotë se askush nuk guxon të mendojë se përmes falsifikimit të vullnetit të qytetarëve mund të bëhet pjesë e qeverisë. Nëse ka ndodhur një herë, përsëri mund të ndodhë për shkak se supozohet se janë dhënë mundësi teknike për dhënien e dokumenteve të këtilla jashtë Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe mendoj se është një veprim kriminal që patjetër duhet të jepet llogari dhe kjo patjetër duhet që të ndalojë. Nëse ndokush edhe më tutje ka ide të këtilla se mund në atë mënyrë të falsifikoj vullnetin e qytetarëve, është në një huti të madhe dhe kjo duhet kaloj dhe mendoj se të gjitha partitë duhet kenë parime të njëjta rreth kësaj paraqitjeje për shkak se kjo e rrezikon të gjithë procesin zgjedhor. Gjendemi përpara një kompleksitet të rënd penale juridik i cili brendinë e tij përfshin me thënë vepra të rënda penale, por sido që të jetë pasojat juridike janë këtu të rënda, por janë evidente dhe me thënë patjetër duhet të ketë ndjekje penale. Meqense me këto vepra penale natyrisht se kemi pasur edhe pasoja politike, edhe këto pasoja politike janë një prej përbërësive të krizës politike në Maqedoni, të cilën krizë Maqedonia do të është edhe kriza si që vrehet po ashtu thellohet. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski një ditë më parë konfirmoi se dikasteri i tij ka nisur hetimet për përpunimin në mënyrë të paligjshme të 10 mijëra letërnjoftimeve të rrënjshme. Spasovski për emisionin 360 gradë ka theksuar se tani më kanë nisur analizat për 105 dokumentet personale të cilat në polici ka dorëzuar gazetari javores Fokus Ljubiša Arsić.